Për neve që s'mujmë me prezantu në derse, kur i ngojmë e marrëm dispozitën atyre që prezentojnë derse. Dhe rrjedhimisht ta mujna mund gjenë nxënësat që ati hoxha, veç nëse e ngojmë virtualisht. Po, inshallah, ata që i ngojnë derset online, live ose edhe të incizuar më vonë, ata konsiderohen për atyre që prezentojnë derse. Po i marrin shpërblimet e atyre që prezentojnë derse, ose që kanë orë hadithe, pra ata që përbohen edhe prezentojnë në mezhlise, e marrin ato shpërblime, inshallah, dhe konsiderohen që janë nxënësa që ati hoxha, ose edhe dietarë, nëse dikush nga dietar të piktuit, atje që mojnë për shembull Mekën Medinë, tash elhamdullahu u bë mundësia që mi dëgju direkt, drejt për drejt, po ai mon ders në xhamitë pejgamberit sa mos në Çabe, te ndëgjon për shtëpisë tonë. Mirë, po pa dyshim ata cilët vinë fizikisht në derse, shpërblimin e kanë më të madh. Po ai që vjen fizikisht në derse, shpërblimin ka më të madh, nga se e ka marr mundin, u lodh, e kështu me radhë ka bë shpenzime, qoftë domethënë karburantit ose kështu me radhë. Pra shpërblimi është më i madh, mirë, po në përgjithësi pra shpërblimet që në përmend hadithe i marrin ose konsiderohen si kërkues dijes edhe ata që i dëgjojnë pra derset online ose live që kur transmetohen.